Kryeministri Mickoski kundërshton ministrin e drejtësisë, thotë se provimi i jurisprudencës mund të bëhet edhe në gjuhën shqipe. Pas akuzave të VMRO-s për drogën, ish kryeministri Zaev thotë se do t'i padisë në gjykatë. Qeveria arrin marrëveshje me 2 sindikata për rritjen graduale të pagave. LSM e Trëndafilove do ta bllokojë kuvendin. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu thotë se parkingu i ri në qendrën klinike do të jetë gati brenda vitit. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Provimi i jurisprudencës mund të bëhet edhe në gjuhën shqipe. Këtë e ka deklaruar kryeministri Kristian Mickoski, duke shfaqur një qëndrim të kundërt me ministrin e drejtësisë Igor Filkov, i cili deklaroi se ky provim mund të jepet vetëm në gjuhën maqedonase. Ligji është i qartë, secili që dëshiron që provimin ta jap në gjuhën shqipe duhet t'i lejohet kjo gjë, ka deklaruar kryeministri. Kryeministri Kristian Mickoski nuk sheh problem që provimi i jurisprudencës të kalohet në gjuhën shqipe. Madje ai thotë se ligji i gjuhëve është i qartë dhe kjo duhet u lejohet studentëve që e kërkojnë një gjë të tillë. Po ne glem тук защо не се полага. Законот за јазици е јасен во случајов доколку некој побара да го полага на албански јазик, треба да му се дозволи. Pas deklaratës së kryeministrit ka reaguar nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani. Pasi kryeministri konfirmoi sot se me ligj provimi i jurisprudencës mund të jepet në gjuhën shqipe, një gjë është e qartë, ministri i drejtësisë duhet të jap menjëherë dorëheqje, ndërsa për përfaqësuesit e vlenit, më mirë të mos shihen askund për një kohë. Qendrimi i Ministrisë së Drejtësisë bie ndesh me deklaratën e kryeministrit. Ministria e Drejtësisë ditë më parë refuzoi kërkesën e studentëve shqiptar, të cilët kërkonin që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ata refuzimin e bazonin në arsyetimin se një kërkesë e këtillë sipas tyre është në kundërshtim me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Rreth 385 studentë shqiptar përmes një peticioni kërkuan që ky provim të mbahet në gjuhën shqipe. Ministria e Drejtësisë kërkesën e tyre e cilësoi si antikushtetuese dhe thanë se për të bërë pjesë e sistemit të drejtësisë një jurist i diplomuar duhet me patjetër ta njohë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Pas kësaj përgjigje pati edhe disa reagime në opinion, si nga ekspertët e fushës, ashtu edhe nga përfaqësues qeveritar dhe të institucioneve. Pas qëndrimeve të BDI-s ka reaguar koalicioni Vlen, i cili thekson se BDI po bën zhurmë ulërima për gjuhën shqipe, ndërsa është vetë autori pa drejtësisë më të madhe ndaj saj. Koalicioni rikujton se në vitin 2019, kur kishte pushtetin absolut, kur kontrollonte qeverinë, ministritë dhe shumicën parlamentare, BDI miratoi provimin e jurisprudencës vetëm në gjuhën shqipe. Ju nënshkruat këtë padrejtësi me dorën tuaj dhe sot guxoni të luani teatër para shqiptarëve. Të flisni për kushtetut e barazi është fyerje për inteligjencën e shqiptarëve, sepse kur kishit mundësinë gjuhën shqipe e lati jashtë drejtësisë, jo nga pamundësia, por nga pazari politik. Sot kërkoni llogari për një gjendje që mban vulën tuaj, theksohet në reagimin e koalicionit shqiptar në pushtet. Ka reaguar edhe Aleanca për shqiptarët e drejtuar nga Zjadin Sela, e cila ka kërkuar ministrit të drejtësisë të japë dorëheqje. Partia opozitare shqiptare deklaroi se kryeministri Kristian Mickoski sot konfirmoi 2 fakte të pamohueshme, të cilat shumëvartës të tij tentonin t'i mohojnë ose manipulojnë. Juristët e rinj shqiptar kanë të drejtë për provimin e jurisprudencës ta mbajnë në gjuhën shqipe, ndërsa për refuzimin e drejtanishëm dhe shkeljen e kësaj të drejte, ministri i drejtësisë duhet të shkarkohet, pasi ka shkelur edhe ligjet dhe vetë kushtetutën si aktin më të lartë juridik në vend, thekson partia. Mëtej përmendet fakti që me ndryshimet e vitit 2018 të ligjit për përdorimin e gjuhëve që ishte kushtja shës për qeveri aso kohe, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në gjithë vendin dhe në nivel qendror.
Për këtë çështje ka reaguar edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, e cila ka përgëzuar studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe në mënyrën se si ata kanë artikuluar kërkesën e tyre për përdorimin e gjuhës shqipe në përputhje me të drejtat e garantuara nga kushtetuta dhe legjislacioni në fuqi. Vlerësojmë gjithashtu gatishmërinë e institucioneve të Maqedonisë së Veriut, veçanërisht kryeministrit Mickoski dhe zëvendës kryeministrit Sali, për ta trajtuar këtë çështje me seriozitet dhe në përputhje me kushtetutën dhe kuadrin ligjor të vendit. Dialogu, zgjidhjet institucionale dhe respekti për të drejtat mbeten rruga më e sigurt për forcimin e besimit dhe standardeve demokratike, ka shkruar Ministria Spiropali. Ish-kryeministri Zoran Zaev është etiketuar nga pushteti aktual si shefi prapa kompanive të cilave po ju konfiskohet droga e operuar në mënyrë të paligjshme. Por kjo është mohuar kategorikisht nga ish-kryeministri, i cili ka paralajmëruar edhe pa di ndaj eksponentëve të VMRO-s, ndërkohë deputeti i VMRO-s Brane Petrushevski vazhdon të akuzojë Zaevin për përfshirje edhe në rastin e fundit të drogës së sekuestruar. Ish-kryeministri Zoran Zaev kërkon që VMRO DPMNE dhe deputeti Brane Petrushevski t'i kërkojnë falje për, siç thotë, gënjeshtrat, shpifjet dhe keq përdorim të emrit të tij në dramën e inskenuar rreth sekuestrimit të tjetra tonëve kanabis mjekësor për shkak të ruajtjes dhe trajtimit jo adekuat të supozuar. Në të kundërt, ai kërcënon me padi penale. Zaev thotë se janë të pavërteta të gjitha akuzat të cilat partia qeveritare i ka bërë kundër tij në 5 vitet e kaluara, prej që ai u tërhoq nga funksioni i liderit e LSDM-s. Kam 5 vjet që duroj fyrje të përditshme. Të gjithë e dinë që nuk kam dashur kur të ngrej padi. Kam luftuar për lirinë e fjalës. Nuk jam akmar askujt para atë që më bën më 27 prill në parlament. Nuk kam abuzuar kur me pozicionin tim politik, por tani mjaft më. Ndërkohë, deputeti i VMRO-s Brane Petrushevski vazhdon të akuzojë Zaevin për përfshirje edhe në rastin e fundit të drogës së sekuestruar. Faktet e ka, osnovopolishti. Është fakt se themeluesi i biznesit të marijuanës në Maqedoni është qeveria Zaev. Rreth 70% e drogës së sekuestruar i përket një kompani në pronësi të një antari të LSDM-s, konkretisht një personi të afërt me Zaevin. Përveç kësaj, vetëm dje, rreth 30 ton drogë u sekuestruan në rajonin e Strumicës. Ndërsa LSDM edhe sot kërkoi përgjegjësi nga pushteti, se siç u shpreh Aleksandar Sasha Dimitriević, sasi aq e madhe e drogës ka kaluar në kufirin e Maqedonisë. Nema privedeni, nema osumnjičeni. Nuk ka të arrestuar, nuk ka të dyshuar, ka vetëm defokus. Nga fotot e publikuara publikisht, shihet se droga e sekuestruar në Serbi ishte paketuar në kuti të mëdha kartoni me përmasa 60 me 40 cm, me 4 deri në 5 kg marijuan në qese plastike. Kjo do thotë shumë dërgesa dhe shumë automjete kamion. 5, 10, ndoshta edhe më shumë kamion ose kamion duhet të kalonin kufirin. Si? Në një prononcim për media, kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi se në seancën e së martës të qeverisë do të sjellin vendim për të kontrolluar të gjitha subjektet juridike që merren me këtë veprimtari dhe shtoi se tashmë janë 40 ton të sekuestruara, por u shpreh se nuk do të çuditej që deri në fund sasia e drogës së sekuestruar të shkojë deri në 100 ton. Qeveria sot ka arritur marrëveshje me 2 prej sindikatave për rritjen graduale të pagave. Sipas marrëveshjes, do të ketë rritje të pagave deri në 40% deri në vitin 2028. Në marrëveshjen me kryeministrin nuk përfshihet lidhja e sindikatave të Maqedonisë e drejtuar nga Slobodan Trendafilov, e cila ka paralajmëruar që të martën të bllokojë kuvendin. Kryeministri Kristian Mickoski nuk heq dorë nga qëndrimi që paga minimale të rritet në mënyrë lineare. Megjithatë, ai shpreh se nëse arrihet marrëveshje mes punëdhënësve dhe punëtorëve, ata vetëm do ta përshëndesin vendimin e tyre. Mirpo, kjo siç shtoi, do të paraqes problem për sindikatat me të cilat sot u arrit marrëveshje për rritje graduale të pagave. I cenime дека ова се тие. Nëse arrihet marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëtorët, atëherë praktikisht ne mund vetëm ta mbështesim dhe përshëndesim, por atëherë do duhet që edhe kjo marrëveshje që e kemi me këta 2 degë të sindikatave ta nivelizojmë, sepse atëherë llogaritja në metodologji do të tregojë se përputhshmëria me pagën minimale është shumë e lartë, e rritur me një përqindje të caktuar dhe në ato para në buxhet nuk i kemi.
Mes kryeministrit dhe sindikatave të punonjësve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve dhe asaj të administratës shtetërore, u arrit marrëveshje për rritje të pagave deri në 40% deri në vitin 2028. Имавме преговори, требаше да се случи тоа. Sot drejtësia përfundimisht ra në vend. Kjo rritje duhet të ndodhte para një viti, por dua të them se ky është një moment historik. Ne nuk do të ndalemi këtu dhe do të vazhdojmë me bisedime, sepse dim se marrëveshja kolektive në sektorin publik ka skaduar dhe duhet të ulemi dhe të nisim një të re. Значи она што го постигнавме дека за Pas një viti e gjysmë bisedimesh arritëm marrëveshje me qeverin, pra për rreth 10.000 punonjës do të nënshkruhet marrëveshje kolektive për secilin individualisht, me çka përfundimisht të punësuarit e gjyqësorit do të kenë metodologji të rritjes së pagave. Por ndryshe në marrëveshjen me kryeministin nuk përfshihet lidhja e sindikatave maçonis, e drejtuar nga Slobodan Trendafilov, e cila ka paralajmëruar që të martën do të bllokojë kuvendin, duke kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe të gjithë pagat e tjera për të paktën 6.000 denar. Parkingu i ri në qendrën klinike Ministri Azir Aliu pre që të jetë i gatshëm brenda një viti, ndërsa thotë se rezultatet e para i presin për 6 muaj. Gjithashtu a njoftoi se parkingu i ri do të jetë smart dhe parashohin të kenë rreth 1.000 vende të reja parkimi. Kurse për mënyrën e pagesës për qytetarët, ministri u shpreh se do ta ketë disa lloje pagesash. Parkingu i ri qendrës klinike pritet të ketë edhe 1.000 vende parkimi të reja, ndërsa brenda një viti pritet që të jetë i gatshëm për qytetarët. Kështu u shpreh ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili deklaroi se nga aspekti infrastrukturor për 6 muaj presin të kenë rezultatet e para dhe brenda një viti presin parking smart me gjithë infrastrukturën horizontale dhe vertikale. Aliu theksoi se çmimi i parkingut do të jetë disa llojesh. Për të punësuarit në shëndetësi që janë brenda në klinik, dhe jetë një çmim i volitshëm, çmimi për pacientët do të jetë çmim tjetër gjithashtu i volitshëm, çmimi i tretë që do të jetë me 0 denar do të jetë për pacient onkologjik që deri tani e kanë. Çmimi i katërt do të jetë për qytetarë që kanë dikend në institucione shëndetësore dhe duan të vinë ta shohin edhe ta vizitojnë, dhe çmimi tjetër do të jetë komercial i fundit për qytetarët të cilët kanë vendosur ta parkojnë veturën e tyre për X arsye të tjera. Ai sqaroi se kanë hasur në barriera administrative ku toka nuk ishte në pronësi as të shtetit as të ministrisë, dhe hapi i parë që e ka ndërmarrë e që ka zgjatë 3 muaj ishte definimi i parcelave. Pastaj, siç tha, hapi i dytë ishte që këto parcela t'i jepen në pronësi Ministrisë së Shëndetësisë, dhe hapi i tretë ishte që këto vendime të dalin në gazetën zyrtare, dhe kjo tha se është bërë dje, ndërsa hapi i katërt shtoi se do të jetë në nënshkrimin mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe qytetit të Shkupit, e cila pritet të bëhet javës tjetër. Çështja e problemit të parkingut në qendrën klinike është shumë vjeçar, dhe zgjidhja është premtuar nga secili ministër që ka qenë në krye të këtij dikasteri. Pushteti në Çajir e ka harruar premtimin për ndërtimin e hyrjedaljes së re në Gazibab. Këtë akuzë ka artikuluar sot BDI, e cila akuzon kryetarin e komunës së Çajirit Izet Mexhidin se ka braktisur këtë projekt, i cili u prezantua si një zgjidhje strategjike për lehtësimin e trafikut dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Bashkimi Demokratik për Integrim e ka akuzuar kryetarin e komunës së Çajirit Izet Mexhidin se ka premtuar publikisht projektin për ndërtimin e hyrjedaljes së re në Gazibab, duke deklaruar se investimet kapitale janë tashmë të siguruara, ndërsa realizimi i këtij projekti ishte vetëm çështje kohe. Sipas BDI-s, ky projekt u prezantua si një zgjidhje strategjike për lehtësimin e trafikut dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Bekir Ramani nga BDI theksoi se premtimet e Mexhidit se hyrjedalja e re do të krijonte qasje më të lehtë drejt autokomandës, do të përmirësonte lidhjen me rrugën Cvetan Dimov dhe rrugën John Kennedy, dhe se në rast të trafikut të rënduar, rruga Yahya Pasha do të shërbente si alternativë funksionale për qytetarët. Ne pyesim publikisht, ku janë investimet që u premtuan si të sigurta? Ku është projekti konkret dhe në cilën fazë ndodhet? A u përdor ky projekt vetëm si mjet për të fituar vota? Qytetarët e Çajirit meritojnë zgjidhje reale, jo marketing politik dhe premtime elektorale pa mbulesë. Infrastruktura rrugore nuk është slogan, por nevojë etike për banorët që çdo ditë përballen me trafik të rënduar dhe mungesë planifikimi urban.
Dhe se sipas tij, sot qytetarët përballen me një realitet krejt tjetër, ku nuk ka transparencë për fondet e premtuara, nuk ka plan konkret për realizim dhe nuk ka asnjë shenjë serioze se investimet kapitale që u promovuan ekzistojnë realisht. Ramani gjithashtu ka bërë të ditur se BDI kërkon transparencë të plotë për projektin dhe financimin e tij, afate konkrete për realizim dhe përgjegjësi politike për çdo premtim të pambajtur. Ministri i Administratës Publike Goran Minqevi, i cili është edhe nga radhët e Znamit, është pyetur nga Radio Europa e Lirë nëse janë të kënaqur me performancën e kolegave nga partnerët e koalicionit Vlen. Minqev ka deklaruar se ai mund ta konstatojë se bashkëpunimi është korrekt dhe sipas tij ka përcjell mosmarrëveshjet e mundshme. Ai thekson se si partner qeverisës po eci në rrugën e duhur reformuese. Eksponenti i Znamit ka komentuar edhe mundësinë për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ne kemi diskutuar disa herë brenda partisë për këtë çështje dhe jemi të gatshëm për zgjedhje edhe nesër. Nëse kjo është e mençur dhe e drejtë, kjo megjithatë do të diskutohet në kuadër të partnerëve të koalicionit që përbëjnë qeverinë. Duke ndjekur deklaratatë e kryeministrit, kam informacione se këtë vit nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, por për ne si parti politike kjo nuk bën dallim. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se nesër pritet moti vranet me reshje të herpashershme shiu që mund të jenë më intensive në pjesët juglindore. Për shkak të tepërtimit të ajrit më të ftohtë, reshjet e shiut në disa zona më të larta do të shndrohen në borë. Reshjet e shiut pritet të vazhdojnë. Nga Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se nesër pritet mot i vranët me reshje të herpashershme shiu që mund të jenë më intensive në pjesët juglindore. DPHM thekson se për shkak të depërtimit të ajrit më të ftohtë, reshjet e shiut në disa zona më të larta do të shndrohen në borë. Në disa lugina do të ketë paraqitje të mjegullës, do të fryjë erë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor. Në Shkup, kryesisht me vranësira dhe reshje të herpashershme shiu, do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor, njofton drejtoria. DPHM gjithashtu ka theksuar se ditën e martë moti pritet të jetë me vranësira të ndryshueshme, me kushte për shi të dobët lokal, pritet të fryjë erë e lehtë deri mesatare, ndërsa pasdite në disa vende përgjatë luginës së Vardarit her pas here mund të ketë erë përforcuar nga drejtimi juglindor, kurse të mërkurën pritet mot kryesisht me vranësira. Pasdite paralajmërohet të ketë reshje të herpashershme lokale shiu, ndërsa në malet më të larta në veri perëndim reshje shiu dhe bore. Ditën e enjte pritet mot mesatarisht i vranët. Sipas meteorologëve, pasdite në të gjithë zonat pritet të ketë kushte për reshje të herpashershme lokale shiu, ndërsa në malet më të larta reshje shiu dhe bore. Edhe pak hapa kanë mbetur deri te vendimi i trupit gjykues të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag për akuzat ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në fillim të javës së ardhshme pritet të nisin deklaratat përmbyllëse të zyrës së prokurorit të specializuar, mbrojtësit të viktimave dhe të ekipeve mbrojtëse të ish-eprorëve të UÇK-s, të cilët ndodhen në qendrën e paraburgimit të asaj që njihet si gjykata e speciale në Holand, që nga nëntori vitit 2020. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish-deputeti Recep Selimi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani dëshiron shumë të arrijë një marrëveshje pas bisedimeve të mira të zhvilluara në Oman. Trump përmendi lëvizje ushtarake amerikane në rajon. Kemi një armatë të madhe dhe një flotë të madhe që po shkon në atë drejtim. Do të jetë atje shumë shpejt, pra do të shohim se si do të funksionojë kjo, ka thënë ai. Ndërkohë, presidenti iranian ka deklaruar se bisedimet mes Irani dhe SBA-s shënuan një hap përpara. Presidenti iranian tha se vendi përgjigjet respektit me respekt, por nuk e pranon gjuhën e forcës. Në anën tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritet të takohet të mërkurën në Washington me presidentin amerikan Donald Trump për të diskutuar negociatat me Iranin. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi sërish në edicionin qendror. Deri atëherë, mirupafshim.